Shqetësimi për nivelin e sigurisë në shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme rikthehet në vëmendje të opinionit publik, këtë herë nga ankesat e vetë nxënësve. Gjatë forumit të organizuar nga UNFPA me të rinj të kryeqytetit, një nxënëse e shkollës e Qerem Çabei është drejtuar ministrit të Brendshëm Samir Tahiri me një pyetje të drejtë për drejtë, duke kërkuar atij sqarime për situatën shqetësuese të krijuar në shkollën ku ajo studion. Nxënësja deklaron se në shumë raste të rinjt bëhen të rrezikshëm pasi mbajnë armë të ftohta në klasë. Ministri ka kërkuar vajzës që ngjarje të tilla t'i denoncojnë në polici në numrin 129, por nxënësia i shpërgjigjur se ka frikë ta bëjë, pasi i druhet pasojave nëse identifikohet. Kam lejohet të pyes, e ke marrë ndonjë 129 në telefon? Ke provuar ndonjëherë ta marrësh dhe të thuash kam një shok në klasë që vjen me armë të ftohtë në klasë? Normale, kam telefonuar, po është edhe pjesa e kërcënimit. Unë nuk jam gjithë ditën me bodyguard. Përgjigje zoti ministër. Nuk e kemi të mundur që të kemi nga një policë pas çdo njeriu. Nuk ndodh në asnjë vend të botës. Klasa jote nuk mund të bëhet dot e sigurt nëse nuk jeni ju brenda klasës që ose ndërtoni mekanizma të tillë bashkë me mësuesin, bashkë me bordin e prindërve, bashkë me mësuesët në tërësi për të garantuar që shkolla të jetë më e sigurt, dhe unë këtu nuk po them që të bësh luftë me ata që kanë një armë të ftohtë, por të ndërtosh një të tillë ambient parandalues, dhe e dyta të ftosh dhe të vësh në provë organet e rendit. Përballë këtij shqetësimi, ministri Tahiri deklaroi se shumë shpejt do të vihet në funksion një aplikacion i ri, i cili do të jetë i aksesueshëm dhe përmes celularit, ku çdo person do mund të denoncojë pa patur detyrim të identifikohet. Unë nuk di nëse të denoncosh në numrin 129 të shton rrezikun si qytetar. Nuk di ta them këtë. Mendja më do që nuk është kështu. Megjithatë, shumë shpejt ne do bëjmë një aplikacion që secili prej jush do e ketë në telefon, ku mund të denoncosh pa detyrimin që të identifikohesh, mund të denoncosh për disa lloje veprash penale, të cilat prekin më shumë veçanërisht shtresën e rinisë, shtresën e të rinjve, si thuhet.